që mund të bëhem si tullumbac. Si tullumbac? Po ti... Aha, spinaq, po ti që ka që bukur dhe elegante. Faleminderit. Aha, spinaq si Popaj, apo pi lëng magjik që si kukull Barbie. Se kishte një pyetje kilometrik, dëgjoj. Ke bërë 1 kilometër pyetje. Shiko, Debora duhet çojë si u bën duart. Debora i ka sa bukur me dorashka. Me dorashka. Përshëndetje njerëz shikuesit me këto duart kreative. Shpejt ti lash prindrit e Deborës. Mos më prit buzët, mos do bëjmë buzë të zeza. Shkoloj duart se do na bësh, do na thahen ato bërët ai ti lajm. Ulu ti Nora bukur shumë. Ti je shumë e bukur si je një herë. Nuk do fërë si tullumbac pa merak, po sfinaqin bën mirë ta hash, duhet ta hash patjetër. Prit se ka një muhabet me mua të vogël ky. Ja, më këtu mos ke frikë se ikën ashtu se do të bëj gjë. Ha më kalama, dini gjë nga muhabetet e këtyre jo? Zdini gjë i kanë sekret? Harova, kjo është... I kanë muhabete në nënza, sekret. E kishim një sekret. Ha? Ishte një tjetër. Ha, ma fjeraki vogël, ha? Do t'japësh drejtim të skenari apo jo? Po një nga rësheni, një nga fjeri, si duket jeni kështu të miksuar. Ta ka thënë babi se ke folur vetëm për fjerin e mamit, si duket dhe babi thot po rëshenin ku e qove. Kemi 2 përfaqësues, shumë mirë. Mami është fjerak edhe babi është rëshen. E pra, po duhet thua që jam nga rësheni se je biri babait njerë, pastaj biri mamas në Shqipëri. Kështu e rregullat. U shkrive fare, ë? Ja. Nuk u shkrive, mirë. Unë jam bërë me djerës njerë jam shkrive. Po s'ka gjë, e ke nga sikleti apo nga gëzimi? Jo, e kam nga kështu, nga vrapusi. Nga vrapimi, nga vrapusi. Mirë, shumë mirë. Do ta bësh atë pyetjen e radhës? Po. Hajde. Dea, unë kam dëgjuar që ti me Luizi nuk i kishe mirë punët. Po tani a jeni pajtuar apo akoma? O, problemi madh kombëtar, do ta çojmë në parlament këtë çështje. Nuk kemi pajtuar, por nuk duhet të mbajmë asinate. Njerëzit kanë mosmarrveshje, kanë keq kuptime edhe grinden, po duhet i lëmë në të kaluaran. Okej, u sqaruan marrëdhënie diplomatike po funksionojnë? Politikisht korrekt në këtë program. Duhet japim disa mesazhe të mira fëmijëve. Shumë mirë. Tani e ka radhën Noara. Rregulloj një fustanin Noara, pastaj bëj pyetje. Se ashtu e vjen pyetja këta. Është dënjush e vogël ajo. Po, patjetër, një princesh. Ti mund të kishte një shkollë magjik, çfarë do ndryshoje? Të kisha unë një shkop magjik, do doja që gjithë fëmijët të ishin të lumtur, asnjëri mos shikonte as varfëri, as luftë, as një gjë të trisht, po. Ja që është shumë e vështirë kjo gjë, po. Maksimumin e mund të lutemi dhe t'ju dërgojmë të gjithë shumë dashuri. Dhe ju që jeni këtu, mos harroni gjithmonë sa me fat jeni. Edel. Por jeta të vinte si dhura, që do duhet ti të kishte brënda. Në qoftë se do më vinte mua jeta si dhurat. Po. Do doja të kisha një familje, që të kisha 2 ose 3 fëmijë që t'ishin kaq të bukur sa jo. Kjo do doja të ishte dhurata e jetës. Unë do doja të kisha një motër, po mami nuk bëhet më shtatzan. Nuk bëhet më shtatzan? Jo. Nuk ka kohë, po se varet nga babi, jo vetëm nga mami kjo gjë. Do ta sqaroni këtë punë në familje. Unë e thaj mami që do bëhesh shtatzan, po nuk plotësoj të dëshirat dot për mua. Pse moj mami, pse kështu? Vajzë e reja akoma. Sa fëmijë jeni juve Edel? Sa fëmijë jeni në familje? 2. Ti do dhe një fëmijë të tretë, ë? Do një motor. Qonë të e fëmija e mesme. Po mirë. Po doli vëlla dhe fëmija tjetër? Do e duash? Akoma do e duaj. Akoma do e duash. Po më mirë do ishte motër. Motër, dëgjoj. Fëmija mesme kush ishte si the? Unë nuk kam fëmijë mesme sepse unë jam e vogla dhe ndua të jem fëmijë mesatar se më e madhja. E kuptova, shumë mirë. Me e madhja tani nuk bëhesh dot po. Dëgjoj. Ju ka ardhur një herë në një kartolinë ose në një zarf juve nga ndonjë person i dashur? Kush ta ka dërguar ty në një kartolinë apo zarf me letër? Po jo. Amarisit po, se the po. Mua ma kanë dërguar shoqet, kushurirat. Dërgoj letra dhe kartolina akoma, po tani dërgoj një kështu mesazh në celulare dhe e kanë kryer. Jo, kartolina. Të vërteta, a? Po. Shumë mirë, se ka ardhur një zarf shumë i madh tani për Dean. Seriozisht? Çfarë surprizë është kjo këta? Ka post për Dean. O Dea, përpara se të sjell të postin, do të bëja një pyetje, do ta zbuloj pa bashkëbash. Ti tani si arkitekte me që do të sjellësh 3 fëmijë në jetë dhe Zoti le ta dëgjoj këtë lutje,
ke gjetur një arkitekt për zemrën tënde që ka ditur të ndërtojë muret e zemrës pa të prishur? Pyetje punë ti e pas ke. Dua një arkitekt që ka ditur të ndërtojë muret. Sekretet e mia që nuk i tregoj. Gjithmonë me gojën e mbyllur, ë? Me çelës. Po, ke kujt të gjash në fakt. Unë kam të vetë leksion. Po ka ardhur një zarf për ty. Ua. Ka ardhur një zarf për ty. Është një zarf pak i pazakont. Nga kush është? Ha, si thoni, nga kush do jetë? Ja, prit njerë merat, prit, dëgjoj, pa bërtitur njerë, pa bërtitur se në Shqipërinë e bërtasim shumë. Prit tani se gjërat mund t'i themi dhe pa bërtitur njerë. Ja, kush mendon, shiko, më dëgjoni që me vëmendje mos flisni një kohë. Kush mendoni që e ka dërguar këtë zarf? Kush mendon që e ka dërguar princi? Jo, prit uluni, nuk ka nevojë të çojeni. Ti si thua Edel, kush e ka dërguar? Edeli t'japi përgjigjen. Kush e ka dërguar? Dëgjoj, prit se këtu do kemi përgjigje. Uluni të gjithë. Tani me radhë. Do më thoni nga i përgjigje origjinale të gjithë, kush e ka dërguar këtë zarfin? E para, po, Majda. Prindërit besoj. Prindrit u ati. Atlantis kush e ka dërguar këtë zarfin? Si thua? Për Dejan. Prindrit. Po, vazhdojmë dëgjojmë përgjigjet e tjera. Ti Kingu këtu e tjeni? Kush e ka dërguar? Edi Rama. Ua, po dëgjoj. Po pse çfarë do t'i thoshte për shkakun kryeministri i Shqipërisë Deja? Si mendon ti? Çfarë do t'i thoshte? Ha? Pse mendon që mund të dërgoj ai? Dëgjoj, çfarë mund t'i thoshte ai për shkakun Deja? Ose mbasi ja solli babi. Ose babi ose Edi Rama, dy janë opsione. Nuk ka të mes. Këve ka shumë lidhje me njëri tjetrin nga të dy në fakt.